Edhe ka aromatizus, njërin aromatizus do e përdor në mëngjes, ndërkohë që zgjoni ju dhe që e bëjmë mëngjesin do disinfektohet vendi me aromë limoni, ndërsa tjetrin para se të bëjmë gjumë, është një kështu që i pastron mushkrit, për të dhoma gjumit përdoret. Bahet 15 minuta. Londrim, unë nuk e mbaj mend, më dëgjo pak. Më dëgjo se është me rëndësi se është kuzhinë. Është pastërtia e ushqimit. O Londrim, ti e kapiten, duhet na dëgjosh neve për këtë punë të tona. Nuk është kapiteni i ka se ka muhabet të bëj, ose ka cigare të pi. Këta edhe duhet me u bë kapiten edhe nuk e mbajnë detyrën e kapitenit. Unë po i them dëgjo pak se personat që janë për të pastru kuzhinën nuk angazhohen, a i ikën. Ama edhe ne që jemi të kuzhinës, sidomos duhet i kushtojmë pak më shumë vëmendje për gjërat më bazik. Ama ata që janë të kuzhinës, po kanë shumë ma tepër punë se tjerët. Se 4 jemi në kuzhinë. 4. Edhe 3 paktën vetëm kuzhinë. Ama e di kush është puna? Kuzhinë po vim pastrojnë ata që s'janë pjesë e kuzhinës, ata që janë pjesë e kuzhinës nuk po pastrojnë fare, shumë pak po bëjnë. Shumë pak. Duhet mu angazhu se shife shkurta ka ngel vetë. Unë e kam kap këtë me pastru, tjera gjithë muhabete dhe gjëra, po tani ne nuk mund të bëjmë gjithë punën e gjithë shpis. Se dhe ne kemi qef trim, bëjmë muhabet, qeshim, tam, e kupton pim cigare. Kur të nisin gjithë tak, për gjysë more bëhet puna e gjithë shpis. Për zotin këtë kam për të thëmë prajmë se nuk mundet më këshu. Kapiteni si kapitene ka mendje vetëm bëjmë muhabet, kur ja themun, kur ja bëjmë e dia ai se ka mendje fare. Kuzhina sidomos pastërtia, flas për pjesën time, është pjesë e shnetit. Unë kur do vi do gatoj ose do pastroj duhet me qënë pak pastër, ose duhet më angazhut pak të minimalisht ata që janë për të kuzhina. Vërtet është. Se edhe këta tjerët kanë edhe punë tjera, edhe halal ju qoftë që vinë të kuzhina. Ju a di shumë për nder, shkurta për shembull ka punë tjera, dolçja ka punë tjera, vinë ndihmojnë. Edhe djem kanë punë tjera, vinë ndihmojnë të kuzhina, nga pak. Amo prap pos qenë ata që kanë për detyrë kryesore, rrim pak si hallakam kuzhina. Sa ata tjera që na ndihmojnë ekstra njëri mbarojnë punët e veta, se dhe ambientet e tjera duhet me u pastru. Edhe halal ju qoftë që nga punët e veta na vinë na ndihmojnë pak edhe ne. Ai kapiteni shtëpis, unë i them, thu ju pak vëmendje, që me u pastru tak, dhe pastaj gjithë jenë të lirë. Ai shkon bën muhabet për vete dhe thot nuk dua të flas unë me ty tani. Po kapiteni e mërdial. Ashtu e përdori, njërë thot muhabet kam bëj, njërë thot cigare, njërë thot kafe, njërë këte, njërë ate. Shkurta sa ngelëm neve të ajo vajza e reklamës. Nja 15 minuta, 20 minuta ka shpjegu ajo. Për 15-20 minuta dolëm në këtu akoma tavolinës e kishin ngrejt. Jo, unë këtë gjë do e them prajmë se s'është në regull. Pastro vetëm 2-3 persona tjere 3 boqef. Ku është kamera që to? Kamera! Toni, të lutem, a mund në ndihmo shpak të kuzhina? Këtha mu e kninaj? Këtha u kninaj? Se ne që jemi kryesorët e kuzhina duhet, edhin se tani shkurta ka pun tjera, ka ardhë shkurta me ndihmu. Unë po mere me pastrimin. Kapitenit, unë i them 4-5 herë, kam muhabet, kam cigare, kam kafe, kam muhabet. E kuzhina, 20 minuta kemi qëndru të reklama, kemi dalë akoma tavolina së shngret. Paktën minimalisht nga personat që kam për detyrë kuzhinën. Si? Në erdha minimum shkutës ta... Ok, Alba. Ama hajde, nuk ka nevoj për shumë pytje, e shef tavolinë plot, ndihmoj e shkurtën, qoja gjërat. Munges respektit për vetën, çdo kush do të mek, qyre. Getuare ka ek, ky e ka ek, unë e ka mek, Kalifa e ka ek. A kupton? Hajde, tira që ngelen toni do luse. Po, në vit një më, kur si kom detyrat e mija që unë të vlerësoj, pra ndaj po të them, se ke edhe pjesë punës, po edhe ke bo detyrën. Faleminderit. Bia, të lutem, një kërkes. Të lutem, një kërkes. Prishtina Rentakar. Të rëfimet, tu i vlajt madh, Bia, please, there, tell Big Brother. No, të rëfineve unë tha nevoj për my things, unë ta për... Yes, but for the house we need something. For the house we need something. Art motor. Po jo me për mu për shpinë është. Ishte mirë, kjo pëse. Së në simpatik. Tani janë ullë bëj muhabet, 2 veta me la me pastru gjithë ditën. Mos tani.
Kapiteni më thot, njërë kam muhabet, njërë kam punë, jo, njërë muhabet, njërë kafe, njërë cigare. Po prit më vlla, nuk i thot kapiteni njeriu që punon edhe pastron, kam punë, kam gjëra. Se di. Hajde. Shqipem, duhet ta vem një pris këta, ta gjem një pris, ja e gjeta këtu. Ja këtu. Prit ju a kallëzoj tani si hapet, si përdoret. Se është pak triki. Vetëm pak. Prit vetëm pak. Jo, vetëm pak. Tani, se kjo ka edhe nivele. Tani, duhet njërë ta shtypër start. Pasi e shtyp start, kjo ka 5 nivele. Niveli 5 është për tapetet e trasha. Ne s'kemi tapetet trasha. Dhe ajo që na shpjegoj tha, neve duhet maksimumi niveli 2 ta përdorim. Këtu është niveli par, plusi minusi janë për nivelet. E shtyp edhe njërë, jemi niveli 2. Tani, te kjo, vetëm e mban këtë edhe vetëm pastron. Kjo, kaq easy është. E me fshi, qysh fshi? Vetëm me çon. Pastaj, për pikat e zeza, do ja ndrojmë furçën që i pastron pikat e zeza. Njërë do i pastrojmë këta të pista, pastaj pikat e zeza. E kjo nxerret? Jo, nxirret, ama e ai ke mirë me gjatësi. Pastaj do merremi edhe me ata. Ti pastrojmë mirë se ka shumë ditë pa u pastruar. Pastaj nga nesër e bëjmë tamam punën, po ti pastrojmë mirë këta të ndajat se është bërë shumë pis. Pastaj i pastrojmë prapë edhe qoshet. Për qoshet pastaj ka një furçë tjetër e lion. Qoshet nuk pastrohen vetëm me këtë, ka një tjetër që është për qoshet, që mos prishet kjo. Do na ndihmoni ta ngrim tavolinën, t'ja çojmë shkurtës. Po. Beni. Prit. U prish. Shif një tjetër ku mund ta gjesh. Beni, do e përdorosh ti pastaj pak. Kur ti fshim pikat e zeza. Duhet tash. Pjesë shpisje, hajde. Do të shofe mami që lanë që pastron. Do të shofe mami do bëhet krenare për bijan. Jo, krenare është për qikin e vet ajo. Edhe Eliono ka për ta pa babi, do thot marshallah gjithë kjo qik. Eliono në shef babi edhe në shpi. Do thot marshallah na është bo qika për t'u martu. Mire, themi për shaka, për batut, se dim neve që gjitha pastrojmë në për shpia. Urdre. Këtu poshtë. Loshmi, nëllë. Si? Të ideale që thuti për martes. Për martes, për mu, dashnia dhe martesa s'ka mosh. Kur është momenti, kur është personi që edhin aji është dashnia, edhe je gati ke siguru disa gjëra që ta kesh një qatit sigur, pak të nga ana e mashkullit, atër ti je gati për krimin e familjes. Përse e bëtërësoj të the, të të bobi, mashallah, kër ka bëgu ca për martes. Po, po ti e gjithë kjo qik. Se unë tani kam arrit nivel tjetër, unë nuk besoj të dokumenti martesës. Për mu mjafton që ka dashni, ka lojalitet, edhe egziston ajo që do me kriju familje. Unë as nuk duat martohem me ligj. Për mu mjafton që jam me personin, kemi besnikrin e njëri tjetërit dhe kryojmë familjen. Me dokument, pa dokument, s'ka fare rëndësi për mu. Pa dokument, madje është akoma më mirë. Se je njëri me tjetërin vërtet se duesh. Këta domatet, do i mbështjell që ti përdorim për salat në dark. Shkuta edhe ty t'lumshin duart për Zotin, se ti edhe disa vajza tjera dhe quna për Zotin, pa me ju a kërkun deri na vini. Me knasi. Për Zotin, mashallah. Ju a di shumë për Zotin. Ja ku vlisni apje tu lojën. Ja kam nisë. Do pastrosh edhe ti, Beni. Beni. Qyra mu. Ti, e di qa do të sugjeroja unë? Kuzhinën. Qka bre? Ka një furç, edhe vetëm e bon kështu, të kuzhinën. Do e pastrosh? Unë do i pastroj divanet. Okej. Yes. Se sot do bëjmë pastrim general. Valla ka nevoj shpia. Shumë. Banor, të gjithë në obor. Të gjithë në obor. Të gjithë në obor. O valla shumë sot, ta mua. Shumë sot, bra. Ha?
Ajde Beni se du na pastrosh kuzhinën. Pa. Eliona për na pastron gjitha ambientin. 2 qikat ma të reja të shpis. Ju jeni 2 ma të reja të? 21 apo 22? Me 18. Tu metti scultolino. Për zotin që andinë në madhe që nga boni kjo kuzhi se 18 veta është shumë.